Matura shtetërore do të zhvillohet në rregulla strikte dhe në rast të daljes së tezës, maturantët do të përjashtohen nga procesi. Është kjo deklarata e ministres së arsimit Mirela Kumbaro gjatë një konference për mediat në prag të nisjes së provimeve. Janë rreth 114 qendra provimi të maturës në të gjithë. Janë mbi 170 monitorues, janë ashpërsuar të gjitha masat që kanë të bëjnë me parandalimin e cënimit të rregullores dhe do të ketë një proces kontrolli, pra qoftë edhe me mjete teknologjike, por edhe kontrole fizike të nxënësve. Hartimi i tezës bëhet në kushte shumë konfidenciale me një sistem sekretimi të fletëve të provimit që askush nuk e di e kujt është fleta e provimit. Çdo thyerje e rregullit gjatë procesit të provimit nga maturantët do të sjellë automatikisht përjashtimin e nxënësit nga procesi i provimit të maturës. Mëtej, Kumbaro foli edhe për programin pas shkolle, për të cilin tha se synohet zhvillimi multidimensional i fëmijëve. Dyfishuar pagesën për orë për mësuesët të cilët angazhohen në këtë pjesën jashtë normës, jashtë kohës së orarit të detyruar. Është një mundësi ndryshe për të edukuar fëmijët, por edhe për t'u dhënë atyre mundësinë të shfaqin talente që ndoshta brenda kornizave të programit detyruar të matematikës apo të fizikës nuk arrin ta shfaqin, ndërsa programi pas shkolle vjen me rubrika të cilat janë shumë më kreative se sa programi detyruar. Prioriteti ynë është që fëmijëve t'u japim më shumë kohë edukimi. Më shumë kohë edukimi, më shumë kohë kreativiteti dhe sidomos sa më pak kohë në ekran. Sepse sfida me ekranin është një sfidë që nuk zgjidhet duke e mohuar, por duke e administruar në mënyrën e duhur. Paralelisht, institucionet kanë nisur punën për strategjinë e re të arsimit 2027-2032 dhe përshtatjen e ligjit të arsimit të lartë me nevojat e tregut të punës, në një periudhë kur arsimi dhe kërkimi shkencor konsiderohen ndër kapitujt më të avancuar në procesin e negociatave të Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.